po fillojmë edhe një epizod të ri me mua Artën, të përgatisim së bashku një desert të lehtë dhe shumë të shijshëm. Kemi mollët e fërguara me karamel. Së pari, po fillojmë me përgatit qullin ose brumin ku mollët do të zhyten. Na duhet miell, qumësht dhe vezë. Mielin duke e tundur me mikser. Pra duhet përzihet shpejt, që të bëhet i lëmuar për të zhytur mollët. Dhe një pluhur paste. I prejmë në rrath, jo shumë të holla, jo shumë të trasha, në këtë trashësi. Rrathet e mollëve i kalojmë në kështu si qanë të nxehta, ne i kalojmë në sheqer kristal dhe kanellë. Mollët janë të gatshme, duken mirë dhe të fërguara ashtu si që dhe kemi mendu. Me që ditë më parë kemi përgatitur karamelin, ne këtë herë mund ta provojmë duke i dekoruar mollët, do të thotë me saltët karamel. Janë mollët e fërguara me saltët karamel. Nëse i përgatisni, ju bëftë mirë.